Fundjavë e ardhshme pritet ta përmbush kushtin kryesor të Bashkimit Evropian për heqje të masave, e që është evidentuar edhe në draftin e konkluzioneve për zgjerim. Më 5 dhjetor është planifikuar që kryetarët e rinj serb të komunave të Veriut t'i marrin mandatet. Të gjitha seancat në komunën e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposavicit e Zubin Potokut janë caktuar në të njëjtën kohë në orën 11, të thirrur nga kryetarët e listës serbe. Tranzicioni i pushteteve në veri të Republikës po shihet si mundësi e largimit të mëtejmë të masave që Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës. Madje edhe në takimin që pritet të mbahet në dhjetor, ministrat evropian të BE-s do të rikonfirmojnë se heqja e mëtejshme e masave ndaj Kosovës do të ndodhë pas tranzicionit të rregullt të qeverisjes lokale në veri të vendit dhe pas një procesi të vazhdueshëm të deeskalimit. Kjo shëndron në draftin e konkluzave që pritet të miratohet në fund të takimit, ndërsa një kapitull i veçantë i këtyre konkluzave i kushtohet procesit zgjedhor në vend. Lidhur me këtë, analistët politik në vend thonë se vendosja këtyre masave nga BE-ja ndaj Kosovës kanë qenë të padrejta dhe të dëmshme, por që largimi tyre sipas njohësve të politikës do të ishte një mbështetje dhe shtytje drejt rrugës evropiane. Largimi i tyre i mënjëhershëm do të ishte natyrisht një mbështetje e Kosovës në këtë rrugë. Unë konsideroj që veri i Kosovës tashmë është një situatë komplet tjetër dhe rrethonat e sigurisë atje janë tërësisht ndryshe. Bashkimi Evropian duhet që të trajtojë me seriozitet nevojën që të largohen masat, që të hapet rrugë procesit në ngrues të Kosovës, sekundër edhe të japet mësimi i duhur që demokracia është e vetmja formë e implementimit të vullnetit qytetarëve në tërë territorin e Republikës. Në pjesën veriore të Kosovës, lista serbe fitoi zgjedhjet lokale në 4 komuna. Pjesëtarët të listës serbe në përkohë kanë qenë të përfshirë në trazira të vazhdueshme në veri dhe ndikimin që ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në këtë subjekt politik është i madh. Ndaj nga këndvështrimi i analistëve politik, institucionet e Kosovës do të duhet të kenë kujdes në qasje në mënyrë që BE mos të e përdorë si argument për vazhdimin e masave ndaj vendit. Qasja destruktive e listës serbe është e ditur dhe nuk mund të presim asgjë të mirë prej saj, mirë po ndikimi i saj negativ duhet të minimizohet dhe të mos shndrohet në një argument që BE-ja pastaj ta sankcionoj shtetin e Kosovës për shkak të ndonjë qasje jo të duhur. Pra duhet të ketë diplomaci dhe inteligjencë politike të nivelit më të lartë. Analistët vënë në pas se heqja e plotë e masave do të forconte pozitën ndërkombëtare të Kosovës në proceset integruese, derisa thonë se me listën serbe që rikthehet në udhëheqje lokale dhe me historikën e ndikimit të Beogradit mbi këtë subjekt politik, Kosova përballet me sfidën e gjetjes së një balanse mes sundimit të ligjit, stabilitetit në terren dhe ruajtjes së partneritetit me BE-n.